ta kryen e pastaj unë është me marrë fjalën. Në dështimin tonë, pra Po shkon koha dhe buxheti akoma nuk është i miratuar për sa i përket zgjedhjeve nga ana e qeverisë dhe mendoj që ju do duhet që të jeni në komunikim direkt për faktin se mosmiratimi i shpejt i buxhetit rrezikon disa operacione zgjedhore, kryesisht operacione të cilat tashmë janë të reja, të futura në rregullore zgjedhore, të cilat janë në shërbim të procesit dhe sidomos një procesi me integritet sa i përket votimit diasporës. Fushata s'ka filluar dhe nështë është mirë kolegë me vonë korrekt në raport me publikun edhe me informimin e drejtë. E para është e vërtet që qeveria s'ka do buxhet. Bile si që cek shpesh kolegu Hamiti thot që qeveria dhe jo vetëm kjo qeveri, po dhe në të kalumën, sidomos kjo s'pako për projektet teknologjisë dhe gjitha kërkesat që kemi pas ka nda buxhet. Dhe buxheti për këto zgjedhje është tashmë i ndarë. Çështja është për kërkesat shtesë buxhetore që kemi pas. Sepse buxheti po kërkesat shtesë buxhetore. Dhe për kërkesat shtesë buxhetore ne dim kur e kemi bënë një kërkesë të tillë. Nuk e di nëse ka një javë apo 7-10 ditë. 16 qershor. Do të thonë gati 2 javëshi i është afru. Dhe natyrisht që do të mbajt institucioni ju në komunikim për kërkesat shtesë buxhetore. Korën zemër, unë e Koran Muratis i bona pyetje këtë. Unë e trajtoj si shqetësim kodër të këtij institucioni, sepse ky buxhet, kolegë, ta kryen e pastaj unë është me marrë fjalën. Ma qëndrime politik, regull, gjysa dezinformata... Kolegë, veç ta përfundoj, se kam... Veç ta përfundoj. Jo, shqetësimi... Shqetësimi është real. Shqetësimi është real. E merë fjallën... Mirë, po e merë fjallën... Dezinformove publikun. Nuk është e vërtet që a the, qeveria ka ndotë që vitin e kaluar këtë buxhet. Një prej kërkesave që është parashtru qeveris, ka të bëjmë një software, i cili neve na ka dështu, dhe për cilin ne kemi pas mbështetje financiare. Dhe kjo është kërkesë e re. Dhe kur shfrytëzohet kjo kërkesë e re, që ti duhet me shku në fundit edhe me justifiku dhe publikun dhe jo vetë qeverin, sepse po kërkon mjetë e shtesë për një software të njëjtë që ka dështu, atëherë ti detyron me e thonë të publikisht, sepse po mundon me godit dikën tjetër me dështimin tënë, me dështimin tonë. Pra edhe kërkesat tjera buxhetore janë nëse rezultati analizave që janë bën, po për kërkesa kryesore që ka të bëjë, që na merr kostën më të lartë është kërkesa e cila ka të bëjë me një proces i cili na ka dështu neve. Nuk i ka dështu qeverisë, dhe për cilin na po kërkojmë, dhe unë i kërkoj ndihmën dhe mbështetjen e qeverisë, që nëse ka buxhet të na ndaj që ta kryejë me sukses atë proces të ri, pra i cili ka dështu në zgjedhjet e kalume, edhe s'kemi mujt kemi hup edhe integritetin edhe kredibilitetin tonë, ashtu edhe besueshmërinë e publikut, ndërsa s'ka ndodhur asgjë në praktik. Por që për me kthyer atë integritet, ajo ka kosto.